E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, ditën e sotme për të sjellur momente të bukura, për të sjellur pritshmëri, për të sjellur lajmet më të fundit. Do të ndaloj të flas për Gjestin. Gjesti sonte ka koncertin e tij në Gjermani, jemi në datën 28. Të gjithë i kemi syt nga koncerti madhështor, të gjithë kemi vëmendjen nga koncerti i Gjestit. Detajet i flasin që po bëhet një punë fantastike. Sonte do të jetë momenti fenomenal, do me thënë skena do të mbizotroj, do të digjet skena nga Gjesti dhe do të kemi një mbrëmje fantastike. Pas një rrugtimi të jashtëzakonshëm dhe një suksesi të madh që fitoi brenda mureve të shtëpisë Big Brother VIP, ku fitoi zemrat e publikut dhe mori vëmendjen e gjithë vendit, Gjesti ka dëshmuar se është shumë më shumë se një emër televiziv. Ai është një artist i vërtet me një punë të palodhur dhe me një pasion të pashuar për muzikën, i gatshëm të pushtojë çdo skenë ku vendos të ngjitet. Qysh prej kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjesti nuk ka ndaluar asnjë moment. Me bashkëpunimin e tij të ngushtë me labelin 316 Music dhe me DJ-n e tij më besnik deri më sot, DJ Gimbon, ai solli hitin që u bë një fenomen i verës, do me thënë, e solli në fakt vetëm pak, gasolinën që ne presim së shpejti, ku sonte pritet që Gjesti të këndoj refrenin e kësaj kënge në këtë koncert madhështor që po do të ndodhen sonte në Gjermani. Ju e dini shumë bukur që koncertet e Gjestit nuk janë koncerte të vogla, janë koncerte me një peshë shumë të madhe, janë të ndjekura nga qindra mijëra shqiptarë të cilët udhtojnë nga shumë vende afër Europës në Gjermani për të parë Gjestin dhe më besoni nga informacionet që ne kemi marrur, do të thënë shumë njerëz kanë kthyer biletën e udhëtimit për në Kosovë, për në Shqipëri, për në Maqedoni, vetëm e vetëm që të jenë sonte në koncertin e Gjestit. Organizatorët e kësaj mbrëmje tregojnë që do të jetë një natë fantastike, do me thënë diskoteka është përgatitur tashmë gjithçka, është një skenë gjigande ku Gjesti do të ngjitet me një super ekran nga pas ku do të del embri i Gjestit me të mëdha, embri DJ Gimbos, embri i organizatorëve, atë që unë e kam thënë në fakt pak më herët që do me thënë organizatorët koncertin me Gjestin e kanë pak si një luftë me veten, sepse pesha e Gjestit si artist, fama që ka arritur Gjesti dhe koncertet në të cilat ka marrë pjesë Gjesti, ambienti ku ai ka performuar, ambienti ku ai ka kënduar, ka qenë një ambient gjigant, një ambient që të ka pasionuar me pamjen e tij. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju jeni dëshmitar të atij koncerti gjigant që ishte organizuar, një skenë madhështore, një ambient madhështor. Njerëzit ishin shumë të sigurt, në fakt ndjekësit, fansat që kishin shkuar të ndjekin nga afër këtë koncertin ishin shumë të sigurt në këtë mbrëmje. Do me thënë është një sfidë për organizatorët, sado që Gjesti fiton në lek sepse ka nga ato fjalë që Gjesti shkon me shumë amara mendse në për koncerte. Është më se normale që Gjesti të vë një shumë famës së tij, sepse me emrin që ka ndërtuar, me imazhin që ka ndërtuar, normalisht rritet edhe interesi i pagesës. Sonte Gjesti do të jetë në Gjermani. Biletat janë të shitura krejt në koncertin ku Gjesti do të merr pjesë. Pritet që Gjesti të ngjitet në orët e para të mëngjesit në skenë, do me thënë pas orës 12, orën 1:15 të ngjitet në skenë, aty ku do të performoj në atë 20 minutshin e tij, do me thënë do të sjellën të gjitha këngët e tij, të gjitha hitet, edhe pse u larguan disa këngë nga YouTube dhe më pas u kthyen, do me thënë prap pati probleme, në koncerte live Gjesti i këndon të gjitha. Do të kemi një pjesë, një sekuencë të vogël nga kënga e tij më e re Gasolina, sepse Gjesti kështu ka bërë edhe me këngën Veshu e Ndreçu në koncertin të cilin e ka patur më herët që këndonte, do me thënë vetëm nga një refren të vogël të këngëve të tij për të pasionuar apo për
për t'ja dhënë publikut një zbulim të ri të këngës. Sonte për herë të parë do të dëgjojmë në fakt një pjesë të Gasolinës dhe unë e di që kënga do të bëhet hit në për TikTok akoma pa medalë, të gjithë ndjekësit që aty do t'jenë se ato shqiptarë që do shkojnë, se ato shkojnë të gjithë për Gjestin, sepse nuk është në këngëtar tjetër përveç Gjestit sonte, do ta nxjerrin këngën në për TikTok. Fama që Gjesti ka arritur, tani nëse do të bëjmë një analizë në këtë formën që Gjesti ka arritur një famë shumë të madhe edhe po ndiqet shumë, do të thënë po stërmbushën diskotekat, jo po mbushën, po stërmbushën me shqiptar, nuk është e lehtë, të paktën për ato që merren me muzikë, që merren me art, din shumë bukur se sa duhet të investojnë, sa duhet të punojnë, sa duhet kohë të kalon, sa duhet këngët të ndiqen për të hyrë hite, që të arrije, do të thënë deri në pikën që të vlerësohet mundi, të vlerësohet arti i tyre dhe të stërmbushet skena me këngë dhe me shqiptarë, do të thënë që stërmbushet për të gjitha koncertet. Gjesti arriti qëllimin e tij, Gjesti e mori famën që dëshironte, Gjesti ka pasionuar shumë njerëz dhe sonte energjia e tij do të elektrizoj edhe më shumë atë skenë që është elektrizuar, sepse skena ka magjinë e saj. Në momentin që artisti ngjitet në skenë e përfshin magjia dhe kur të përfshin magjia e mrekullueshme e skenës, ti shndrohesh në energjinë më të bukur dhe te publiku e nxjerr krejtësisht atë sekretin e artit që ti ke brenda shpirtit tënd dhe pasionohet publiku me energjinë tënde të bukur, ashtu siç Gjesti gjithmonë bën. Lotët janë të vërteta, lotët janë të sinqerta, artistët zakonisht kur ngjiten në skena me kaq peshë të madhe, kur ti e shikon që i gjitha investimi i madh është bërë vetëm për ty dhe gjitha ato njerëz, do të thënë, kanë ardhur nga të gjitha vendet me histori të ndryshme, kemi parë tek Gjesti, njerëz të cilët janë në karrocë, njerëz të cilët janë ngritur qoftë edhe nga shtrati i spitalit, kanë qenë shumë keq me sëmundje dhe kanë shkuar tek Gjesti, kanë ndjekur zonja në moshë, do të thënë histori që mendja nuk na kishte marrur, që do të jenë prezent tek Gjesti dhe që ti thonë një faleminderit Gjesti që ju ka dhënë gjitha të pozitivitet, ju ka dhënë gjitha të lumturi dhe ndoshta ju ka thënë në veten e tyre që jetoni, kjo është forca për të jetuar, gëzoni jetës në të gjitha format, siç jeta ju vjen, është Zoti ai vendos për gjithçka që ne kemi, për njerëzit, për jetën, për botën, për gjithçka, dhe ne duhet jemi falënderues dhe të gëzuar në këtë drejtim. Do të thënë Gjesti ka arritur të kupton që energjia e tij, karakteri i tij, pozitiviteti i tij, dashuria e tij, pasioni që ai shpreh si në art, si në të gjitha sferën, në të gjithë sferën e jetës, apo qoftë modestia, e bën atë që publiku të tërbohet edhe sapo të shikon një poster që Gjesti është i ftuar te ky koncerti, apo është i ftuar te ky vendi, do me thënë nga të gjitha vendet, qoftë edhe po që se do mbaj 600 kilometra larg do shkon, sepse ka ndërtuar një lloj respekti të tillë dhe pikërisht kjo gjë po ndodhen sonte në Gjermani, nga të gjitha vendet të Gjermanisë ku ka shqiptar, sonte do të ndiqet koncerti i Gjestit. Do të thënë është një mbrëmje që do të na pasionoj të gjithëve, të gjithë do të jemi të kyçur në telefonët tanë për të parë këtë mbrëmje fantastike, do të thënë mbrëmjen live mund ta shikoni në faqen e klubit ku është i ftuar Gjesti, për të ndjekur atmosferën që Gjesti do të bën. Shumë pak orë na ndajnë nga festa e madhe sonte në Gjermani, me gigantin e skenës, me Gjestin.